krimi duket se bën ligjin në Shqipëri. Kryeministrit nuk i vjen mirë kur Shqipëria cilësohet si narkoshtet, por faktet flasin vetë. Qeveria dhe krimi duket se bashkëjetojnë shumë ngushtë mes tyre. Spak zhvilloi një aksion të bujshëm në Durrës, por aksioni erdhi pas zgjedhjeve, duke i lejuar troplinë të mbledhin vota për Edi Ramën. Megjithatë, situata bëhet më e rëndë. Nëse shohim vendimet e marra nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, ky këshill është vënë në dispozicion të pastër të krimit. Pak javë më parë u denoncua se si kishte marrë leje për ndërtim pallati bashkëshortja e Altin Hajrit, personi kyç i kërkuar për vrasjen dhe zhdukjen e Jan Prengës. Firma Pjeza 2022 do të ndërtojë një pallat, i cili rezulton të jetë në pronësi të Valentina Hajrit, bashkëshortes së Altin Hajrit. Këshilli ka miratuar lejen për ndërtimin e një godine banimi dhe shërbimi me 18 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë në qytetin bregdetar të Durrësit, por nuk mbyllet me kaq. Në vitin 2024 Rama i ka dhënë leje ndërtimi visit të Pojës, personazhi më i komentuar ditën e djeshme. Spak dhe antimafia italiane zhvilluan një operacion në disa qytete të vendit me fokus Durrësin. Në dosje rezulton se Elvis Doçi është pjesë e një bande të fuqishme që merret me trafikun e kokainës. Ai nuk arriti të kapej, ndërkohë ju sekuestruan disa prona dhe kompani. Mirë po rezulton se një kompani në emër të tij është Eldemar Construction. Rezulton se në prill të vitit 2024, Rama i ka dhënë leje kësaj kompanie të zotruar 100% nga Elvis Doçi për ndërtim hoteli në Durrës. Elvis Doçi, apo i njohur me novkën Visi i Pojës, është personazh me emër për drejtsinë shqiptare. Një vit më parë në banesën e këtij shtetasi u zhvilluan kontrolle, ndërkohë që Spak lëshoi edhe një urdhër arrest. Në kuadër të këtij operacioni aso kohe, Lut sekuestrua në cilësinë e provës materiale rreth 3 milionë euro kesh vetëm në banesën e Elvis Doçit. Sa kaq, jo më larg se disa javë më parë, edhe ish kryeministri Berisha në daljet e tij televizive i ka bërë thirrje Doçit që të distancojë nga zgjedhjet, pasi ashtu siç pretendonte kryedemokrati, po kërcënon qytetarët. Këta zonja dhe zotrin dallojnë si nata me ditën, si e vërteta me gënjeshtrën me kandidatët e Sakos, me kandidatët e Pojës, me kandidatët e Hajrit, me kandidatët e terroristëve elektoral, të cilët do marrin dëshkimin më të merituar pas datës 12 maj. To zgjedhje ndajnë qytetarët, atletarët, ndajnë ata që duan Durrësin, ndajnë njerëzit me dinjitet, ndajnë njerëzit e virtytshëm nga ata të cilët komandohen nga banda dhe krimi dhe besojnë se mund të imponojnë Durrësit vullnetin e tyre. Ja ku po e deklaroi para jush, vrim miu nuk do gjejnë, kudo që t'jenë do i kapim. Ta Berisha nga Durrësi më 6 maj.